Marsi shënoi epopenë e UÇK-s, por OVL e UÇK-s mori vendim të bojkotojë organizimet nga qeveria për pavarësi dhe epope. Kryesia e veteranëve të luftës së OVL-s UÇK-s vendosi të mos ketë asnjë lloj bashkëpunimi në institucionet e qeverisë së Kosovës për manifestimin e 27 vjetorit të epopesë së UÇK-s së familjes Jashari më 5, 6 dhe 7 mars, në një deklaratë për mediat pas mbledhjes së sotme të kryesisë së OVL-s së UÇK-s. Këtë e arsyetuan, duke thënë deri te vendimi ka ardhur për shkak se qeveria aktuale nuk ka treguar asnjëherë gatishmëri për bashkëpunim me OVL-n e UÇK-s. Ish komandanti i UÇK-s Hasan Preteni ka thënë se ndihet krenar që pjesë e biografisë së tij e ka edhe luftën për atë, por ai me vendimin e OVL-s së UÇK-s nuk është pajtuar. Tutje ai ka thënë se organizatat janë bërë pronë disa individëve, mandatet e tyre janë të panumërta, thot ai, ndër të tjera. Nuk ka kufizime, kryetar të përjetshëm shumë keq, politikizim, partizim i tyre është shumë i rrezikshëm. Pjesa e biografisë time që ndjehem shumë krenar është ajo e kohës sa isha ushtar dhe komandant në UÇK. Me organizatat e dala nga lufta, me organizimin e tyre, me zgjedhjet brenda tyre, me politizimin e tyre, nuk janë fare i lumtur. Organizatat e dala nga lufta duhet të punojnë në drejtim të mbrojtjes së interesave të pjesëtarëve. Antarëve të vetë, këto organizata janë bërë pronë disa individëve, mandatet e tyre janë të panumërta, nuk kanë kufizime, kryetar të përjetshëm, shumë keq, politizim, partizimi i tyre është shumë i rrezikshëm. Nuk kemi luftuar për partie për pushtet, duhet të bashkëpunojmë me të gjitha strukturat që dalin nga zgjedhjet e popullit. Kjo e fundit ishte praktika më e keqe që nuk duhet të përsëritet kurrë, foli Pretini në një intervistë të dhënë për Bota Sot.